Kjo është konferenca e tretë me radhë, edhe ashtu si dy konferencët e para, edhe kjo është ekonomia shpëton luginën. Për dallim dy konferencët e kaluara, kjo është një konferencë ku do të marrë me panelist, nuk do të ketë trojes, dhe në këtë konferencë, nga konkluzionet e dy konferencëve të para, në këtë konferencë kena një projekt gjigant për neve Lugin, mund të them, ku do të bëhet edhe gurthemeli i pikës grumbulluese. Konferenca mbahet me 7 nëntor, që nga ora 10 janë të ftuar gjithë aparist dhe odat ekonomike në gjithë shtetet ballkanike, dhe po shpresojmë se në këtë konferencë do të dallojë nga dy konferencët e kaluara. Fillimisht, ideja ka qenë qysh në vitin 2023, kur është edhe themeluar në Unioni i Afarizëve Vizioni për Prashë e Bujanos Medveq, neve gjithsesi na ka dashur të bëjmë një avancim të bizneseve, afaristëve të Luginës Preshevës, ku Luginës Preshevës i ka mungu një union apo një organizatë të tillë, dhe ne kena marrë iniciativën dhe kena gjetë një përkrahje jashtëzakonisht madhe, si në atë aspektin e politikës lokale dhe ato dy qeveritë të Kosovës dhe Shqipërisë, dhe gjithsesi neve na kanë përkrahur odat ekonomike si në Kosovë, në Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Po ashtu dhe rrjeti bizneseve global shqiptar, ku dhe unë personalisht jam pjesë e kryesisë së rrjetit, dhe nga dy konferencët e kaluara kena pas një eksperiencë jashtëzakonisht të mirë, sepse kanë marrë pjesë 10 biznese nga diaspora, gjithashtu dhe bizneset e mëdha si nga Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Shqipëria. Pjesëmarrja e qeverisë së Kosovës në konferencën e parë ka qenë me zëvendës ministrin e bujqësisë, me zotëri Imri Demelezi, kurse në konferencët tjera nuk kanë mund me marrë pjesë, duke ditë arsyeën rrethanat politike që janë mes Prishtinës dhe Beogradit dhe kanë hasur në vështirësi për të marrë leje. Mirë po, ne kena 2 ambasadat e tona të Shqipërisë dhe Kosovës në Beograd, ata na kanë përkrahur jashtëzakonisht shumë në çdo event, në konferencë po edhe në për manifestimet e tjera të Unionit të Afarizëve Vizioni kanë marrë pjesë gjithnjë dhe rregullisht jena në kontakte me 2 ambasadat për çfarë do lëvizje që i bëjmë që lidhet qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë. Në konferencën e kaluar, një ndër konkluzionet ka qenë pikërisht zhvillimi i bujqësisë dhe në atë konferencë është marrë vendimi, do të thotë në konferencë është marrë ka dalë konkluzioni, por nga kryesia e Unionit është marrë vendim që të fillojmë me projektin pikën grumbulluese. Ky projekt është një projekt gjigant, një projekt i shtrenjtë dhe një projekt i domosdoshëm. Dhe me 9 nëntor të vitit 2024 në Zürish të Zvicrës kena kriju edhe agjenit të bim me gjithë afaristët të Luginës Preshevës dhe shqiptarët të cilët veprojnë në Zvicër. Kur e kena elaboruar gjithë projektin tonë, të gjithë kanë qenë një zëri që ky projekt duhet të mos të morë kohën si humanitare, por të shkojë në aspektin e aksionarëve. Dhe neve ky projekt kushton mbi 700 mijë, dhe neve na duhet minimum 30% me fundacion Betanak, dhe aty është marrë vendimi që të ndahen 100 akcione nga 2500 euro, ku do të jepet Unionit të Afarizëve. Dhe në atë iniciativë, ku nga ajo takim rrjedhi me 9 nëntor në Zürish të Zvicrës, gjithsej janë mbledhur mbi 60 aksionar nga 2500 euro që kanë kontribuar, dhe tani në këtë konferencë besoj se do të plotësohet numri 100 aksionar do të bëhen. Një ndër ato që është shumë interesante është ndoshta një projekt i parë gjithkombëtar shqiptar që i mbledh 100 aksionar për rreth një projekti gjithkombëtar. Pasi që na kena në këtë aksionarët i kena shumica nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe diaspora, mas paku ka nga vetë Lugina, për arsye sepse këtë projekt kanë dashur të avancojnë të gjithë ata jashtë Luginës Preshevës dhe e kanë bërë këtë, dhe për mua personalisht është përveç që është një kënaqësi shumë e madhe për gurthemelin e pikës grumbulluese, e veçanta kësaj është sepse ju kanë bashkuar shqiptarët anë kënd me një model shumë modern kohës 2025 që po bëhet një fondacion aksionar për një projekt të caktuar për ta bërë zhvillimin e Luginës Preshevës. Andaj bëj apel se kjo konferencë është një konferencë historike dhe bëj ftesë të gjithë atyre që kanë mundësi të vinë në këtë konferencë me 7 nëntor të vinë dhe të bëjnë pjesë e kësaj historie, të vinë dhe ta dëgjojnë elaborimin e çështjes ekonomike të Luginës Preshevës. Sot të kontribuosh në ekonominë e Luginës Preshevës është më shumë se edhe dashuri. Andaj i bëj apel të gjithë që të vinë
dhe të na ndëgjojnë, aty do të marrin pjesë panelistë të ndryshëm, por do të jenë dhe vetë afaristët tonë të cilët ballafaqohen me problematika të lloj-llojshme, gjithashtu dhe bujqët e tanë të cilët kanë jashtëzakonisht një vullnet shumë të madh për të punuar, por që kanë ngecë sepse krijuan kushte. Dhe ato me bujqët e tonë që nga pas lufta nuk është marrë askush, është hapi parë që është unë bo konkret me bujqët e tonë, dhe unë shpresoj se kjo do t'jetë një ndër faktorët ku do të kemi ndoshta mundësi me bë edhe një parandalim të rinjve që mos të ikin, sepse ka ardhmëri edhe në brenda luginës Preshevës, dhe në këtë formë jemi të dhënë kontributit tonë aq sa dim dhe sa mundëm. Dëgjoj, pika grumbulluese është një pikë ku i mbledh të gjithë produktet bujqësore dhe aty klasifikohen dhe produktet eksportohen në vendet perëndimore. Ne kena pas kontakt me mbi 600 bujq dhe e dim sakt çfarë kushte kërkojnë ato bujq dhe ku e kanë potencialin e tyre dhe çka mund të prodhojnë. Por njëkohësisht kena distributer nga Finlanda, nga Gjermania, nga Zvicra, të cilët na kanë kërkuar dhe janë shumë të interesuar ku dhe do të jenë prezent aty në konferencë, do të na shpjegojnë se për cilë produkte kanë më shumë nevojë. Tani ne kena edhe departamentin e bujqësisë brenda Unionit Afarezve, ku është profesori Fatgzem Latifi, me ekipën e vet ka punuar jashtëzakonisht shumë, ne vetëm e dim se klima e Preshevës, atmosfera, çfarë produkte mund të ketë më shumë prodhim. Dhe mbas kësaj ne do të elaborojmë atë në konferencë të cilë produkte do të orientohemi, pika grumbulluese do t'i garantoj për këto produkte dhe mandej distributerët do të jenë garantues që prej fillimit edhe deri në tregun ku do të shiten. Është bërë një koordinim jashtëzakonisht i mirë, neve na ka dashur vetëm konkret projekti vetëm tash po fillon dhe gjithë kjo brenda vitit 2026 do të mbarojë. Unë përsëris i bëj apel të gjithë shqiptarët që të vinë, do thotë jemi të folë për afares, për rotat ekonomike, për gjithë ato organizatat ekonomike, që të vinë me 7 nëntor, ora 9 mëngjes bëhet gurthemeli i pikës grumbulluese dhe nga ora 10 fillon konferenca një ditore, ku aty do të kemi mundësi të dëgjojmë shumë gjëra, por njëkohësisht kemi mundësi dhe të japim ideja për shumë gjëra ku ne, Luginë e Preshevës, kena nevojë, nuk kena nevojë vetëm për mjete, ne kena nevojë edhe për një bashkëpunim, për një koordinim dhe për një sugjerim. Andaj i falenderoj të gjithë ata që do të marrin pjesë, por gjithashtu edhe atyre të cilët kanë dëshirë me marrë pjesë e nuk kanë mundësi, prap i thojmë faleminderit.